Antarët e NATO-s mes tyre edhe Shqipëria ranë dakord në parim për një rritje të shpenzimeve të tyre për mbrojtjen në 5% të produktit të brendshëm bruto, siç kërkoi presidenti SBA-s Donald Trump. Well, I think NATO should have 5%, yeah. Zyrtarët kishin kërkuar prej kohësh arritjen e një konsensusi për shpenzimet përpara takimit të së martës. Megjithatë, kryeministri spanjoll Pedro Sánchez ra dakord me Aleancën Ushtarake të NATO-s që të respektojë angazhimet e saj për jo të shpenzojë 5% për mbrojtjen. Que el gobierno de España acaba de alcanzar un acuerdo con la OTAN. Qeveria e Spanjës ka arritur një marrëveshje me NATO-n që është shumë pozitive dhe do të na lejojë të përmbushim angazhimet tona ndaj aleancës, pa pasur nevojë të rrisim shpenzimet tona të mbrojtjes në 5% të produktit të brendshëm bruto. Qëndrimi i Sánchez rrezikon të shkaktojë një përplasje në samit me Trump, i cili shpesh i ka akuzuar vendet europiane se nuk shpenzojnë mjaftueshëm për mbrojtjen, dhe i ka kërcënuar se nuk do t'i mbrojë ato nëse nuk i përmbushin objektivat e tyre. Zyrtarët e NATO-s argumentojnë se duhen marrë këto masa pas kërcënimeve në rritje nga Rusia dhe për t'i lejuar Europës të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e saj. Fillimisht, Mark Rutte kishte propozuar që vendet ta përmbushin objektivin e ri deri në vitin 2032, por afati i fundit në draftin përfundimtar sipas diplomatëve është viti 2035. Autoritetet holandeze janë vendosur në gatishmëri të plotë për samitin më të shtrenjtë të NATO-s deri më tani, me një kosto prej 183.4 milionë eurosh. Barrikadat të mëdha janë vendosur në zonat përreth forumit botror, vendit ku do të mbahet samiti. Në teren janë helikoptere luftarak, patrulla detare, mbi 10.000 trupa personel ushtarak dhe policor dhe sistemet të mbrojtjes ajrore. Dhe 6.000 delegat dhe udhëheqës nga 32 vende, përfshirë presidentin e SBA-s Donald Trump, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin britanik Keir Starmer, do të marrin pjesë në eventin e mbylljes në forumin botror të Hagës.